Pas 26 vitesh që nxënësit shqiptar kanë viju mësimin në kontejner, tashmë në një afat rekord do të ndërtohet shkolla moderne. Sapo e krytëm inaugurimin e gurthemelit të shkollës fillore. Kjo është shkolla e dytë mas atina në lagjen e Boshnjakëve, inaugurimin cilën e banëm me 3 tetor, mas 3 jave. Kjo është inaugurimi i dytë, projekt që parashihet më kry mrena 15 muajve, shkollë me kapacitet 350 nxënësa. Kosta e këtij projekti është 2.3 milion euro. Shkolla nuk është vetëm për komunitetin shqiptar, normal që kjo shkollë hapet për të gjitha komunitetet, janë të mirëseardhura të gjitha komunitetet të vijojnë këtë shkollë e cila do të përfundon brenda 15 muajve. Pas 26 vitesh që nxënësit shqiptar kanë viju mësimin në kontejner, tashmë në një afat rekord do të ndërtohet shkolla moderne dhe kjo do të shërbej për gjitha gjeneratat e ardhshme.